nderuar miq, do të flasim për situatën në Kosovë, nuk do të flasim vetëm për situatën politike sot, por për atë që të gjithë prej shumë vitesh e diskutojnë pothuajse në çdo tryezë për udhbashët, për spionët, për një dosje që u publikua pak muaj më parë, më saktë vitin e kaluar në tetor, kur u arrestua Fatmir Sheholli, i njohur për një pjesë të opinionit publik edhe si analist, si gazetar, por ditën e djeshme bëri shumë bujë sepse u publikua dosja e plot. Në atë dosje përmendeshin shumë emra, shumë të mëdha dhe jo të tilla parash, por më kryesorja edhe emri i kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Megjithatë, për të folur për këtë dosje, për udhbashët në Kosovë dhe për gjithçka tjetër, sot kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me zotin Hasan Zeneli, i cili është një ndër bashkëluftëtarët e orëve të para të komandantit të UÇK-s, zotit Sahir Bayaziti, i njohur për një pjesë të opinionit publik, për intervistat në mediat në Kosovë, për opinionet, analizat, për kohën e luftës, për dëshmitë e tij, por edhe për ato që ka ndodhur pas luftës në Kosovë. Zoti Hasan, përshëndetje edhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit që më morët në telefon sot. Faleminderit ju. Zoti Hasan, ju surprizoi ajo dosje apo është ajo që ju e dini dhe tashmë është e shkruar? Jo, gjithçka për mua ka qenë e njohur kjo, ka diçka të veçantë. Unë një kohë të gjatë kam luftu mediatikisht Fatmir Shehollin, sepse i dhanë shumë hapësirë mediatike. Edhe në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, i dhanë hapësirë mediatike më tepër se sa neve, luftëtarëve të forcave guerile, si të them, themeluesve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhe të për çdo ditë e ke pas në ekranet televizive, si këto si jashtë vendit, Fatmir Sheholli. Po për fat keq, zoti Hasan, zoti Zeneli, kjo figurë kaloi edhe përmes zyrave të pushtetit në Prishtinë, foto me presidenta, kryeministra, ministra, pra një figurë që kur mendoj që ka hyrë në një zyrë të tillë, ka kaluar një filtr. Fatmiri ka qenë një manipulant që një udhbash i stërvitur që ka bind çdo kënd me të cilin ka biseduar, se ky është një ndër patriotët. Me gënjeshtrat e tij, ku në një rast, në një intervistë që kishim, unë isha po kështu me Viber, ai ishte në emision, gënjente se gjoja Lidhja Demokratike atëhershme e ka shënjestruar, i ka thonë përmendejt atë më smelshu detyrën, përmendi emra, ndër emrat ishte Skënder Zogaj, njëri i afërt i doktor Ibrahim Rugovës. I cili pak ditë më parë u rikthye në media dhe në intervistë. Edhe kur e pyeta unë zotin Skënder, tha kjo nuk qëndron askund, kjo është e krejt e pavërtet, dhe nga aty kemi fillu pastaj me pyet të tjerët. Do të thotë të gjithëve i ka shantazhuar të gjithë me të njëjtën që ka thonë për Skënderin, ka thonë për Ibrahim Rugovën, ka thonë për zotin Thaçi, ka thonë për zotin Kadri Veseli, edhe është kë më ka qu ftesën edhe mu në përmes Facebookut, por nuk e kam pranu, me që në Dardani në Prishtinë ishim pothuajse fqinë me vetëm një 200 metrë që kishim në mes veti. A keni qenë fqinë? Po, edhe më ka shkru pse komandant nuk më pranon në Facebook, nuk ju kam përgjegj. Pra kështu, njeriu ka qenë i UDB-s dhe ka pas mundësi
televizjeve në përvende të ndryshme, kontakteve me njerëz të ndryshëm, si me ata politike, si me këta njerëzit e luftës, duke i bind se kishte shërbyer në UDB, por doktor Ibrahim Rrugovës dhe komandantëve të tjerë u ka sjell informacione top sekret. Gjë që kjo nuk qëndron. Po du me thonë se UDB-ja këtë ka pregadit shumë fort, shumë mirë, edhe ka qitë në teren, gjithashtu duke i amundësuar lëvizjet, duke i dhonë paro që po flasë me shumë përgjithësi se nëse nuk do të kishte Fatmir Shehulli paro për kafe, për dreka, për lëvizje, ai sigurisht se nuk do të mund t'i bënte të gjitha këto kontakte që thot. Se ishte njeri i Kadri Veselit, ishte njeri i Hashim Thaqit, ishte njeri i Shërbimit Informativ të Kosovës, gjë që këto unë mendoj se nuk qëndrojnë as njëra e as tjetra, pro çka qëndron këtu, qëndron se ishte njeri i shantazhit, njeri që blinte njerëz me paro, sepse UDB-ja e financonte dhe kështu ka arrit deri te ky kulm, mund të them, mediatik, që më së tepërmi e kam luftuar personalisht, duke e njohur, duke ditur se ai është njeri që njeri i UDB-s, duke ditur se është djali i atij të cilin ne e kemi eliminuar nga forca e dheut për tradhti, për spionazh, edhe kështu ka arritur. Komandant, po tani tha që me Veselin dhe tjerët, kaq naiv ishin sa e futën brenda institucioneve dhe plus kësaj, ky e kishte arritur, ka marrë dhe një fond gati 680.000 euro nga AKI-ja. Si ka mundësi? Ka mundësi sepse i ka mashtru dhe shumë vjen keq që me ato paro ka fillu të blej njerëz. Pra me para që mori nga qytetarët e Kosovës, bleu njerëzit për ta dëmtuar. Po, dhe do të thotë AKI-ja ka rënë lajpritje, i ka besu, sepse kur unë për veti asë njëherë nuk e kam taku, asë njëherë nuk kam dashur as me pa në rrugë. Pa, ju nuk e keni taku sepse duke ditur të shkuarën e teatrit të tij, që grupi paraqitet e ka eliminuar, e keni edhe këtë nuk e keni afruar. Jo, asnjëherë, kur e kam pa në për foto me disa nga figurat, me foto me Hashim Thaqin, foto me tjerë, jam një e keq, aq jam një keq sa s'ka ku ma, kam thonë si është e mundur, vetet i kam thonë si është e mundur, që unë që bëra luftën dhe isha pjesë e këtyre shokëve Hashim Thaqit e të tjerë, nuk jam aq i dashur për Hashim Thaqin sa është i dashur Fatmir Shehulli. Më ka ba me u trondit kjo punë, kur e kam ba në foto me komandant të ndryshëm, të cilëve emrat nuk po ja u ceku. Po nuk ka keni dërguar një mesazh këtyre komandantëve që shiko ky person që ju... Po, sigurisht se po, të gjithë dhe u kam tërhekur vërejtje për mos me dal banal në opinion, edhe i kam fy publik, që ata, pse ata bëjnë foto, pse ata rrinë bashk, dreka bashk, darka bashk. Derisa falë agjencionit tonë për inteligjencë dhe policisë Republikës Kosovës, njësisë për krime të rënda. Pra ata që gabuan herën e parë e korrigjuan herën e dytë. Po, e arrestuan dhe tani jemi në koordinim, tani unë
plot kam shok të mi atje dhe unë tash herën e fundit jo bëra thirrje që pasi që ende nuk kanë përfunduar hetimet me të burgosur, të arrestuarin, le ta pyesin pse ishte në Serbi gjatë vitit 2025, cila ishte arsyeja shkurjes tij dhe edhe një pyetje tjetër që i kam në Facebook që aktualisht nuk po më qaset në kujtesë. Çka të themi tjetër? Është një njeri që pas përfundimit të luftës është dashur që të largohet nga Kosova, të dëvohet nga Kosova për në Beograd dhe të mos kthehet më kurrë këtu në bashkëjetesë me neve. Ju binda i shpjegimi që dha gazetari Milaim Zeka për rastin që ja kam kthyer eurot që mora, që ishin për përkthim, ishin të gizit gjerman. Milaim Zeka, çka të them, unë me Milaim Zeka njihem personalisht, nuk është një njeri që mendon keq për kombin e vet. Megjithëse shoh plot në për portale, në për televizione se ju kanë kundërvu Milaim Zeka se ti je i Beogradit, ti ke Gjakshkau, ti ti je bashkëpunëtori Shehollit e tjera. Njësoj, si kur të tjerët, edhe Milaim Zeka është i shantazhuar dhe ka rënë në lajthitje, ka rënë në besim të Fatmir Shehollit. E futi në kurth, mendoni? Po, Sheholli me para, sepse të gjithë, jo të gjithë, një pjesë e madhe e njerëzve njohin lekun edhe nuk e njohin shumë patriotizmin. Ju mendoni derisa ra presidentin që e pritin zyrë për të Milaim Zeka këtu ka rënë nga provimi, ju ka bashkangjit. Nuk është e vërtetë se Milaim Zeka ka takuar vetëm një herë Shehollin, Milaim Zeka ka takuar me dhjetra herë, që kanë pi kafe, kanë bo lafe, thojmë na në Kosovë. Çfarë lafe kanë bo? Unë nuk e di. Një pjesë dolën edhe nga përgjimet, nga dosja, besoj keni parë mbrëm. Por, hetuesia këto gjëra mund na i tregoj më së miri, se çfarë raporte kishin Milaim Zeka edhe Fatmir Sheholli bashkë. Po, në fakt, ishte edhe çdo gazetar kur dikush i ofron një material për ta publikuar, më thënë një vjeholl për ta ndarë. Milaimi është njeri i mirë. Nuk mund të them se është njeri që nuk i takon kombit, është njeri i mirë. Milaimi e do shumë paran, lekun e don, ai e don lekun, nuk e don Hasanin. Lekun e don, Milaimit po i dhe lek, ai ton ditën shkruan për ty fjalët më të bukura të fjalorit shqip, që gjindën fjalorin shqiptar. Ka rënë në lajthitje, nuk ja shoh shumë për të madhe, nuk e besoj se Milaim Zeka është njeri i UDB-s, nuk e besoj kur, pa ndonjë fakt që do të na sillte Ministria e Punëve të Brendshme. Po për rastin e Kurtit, te pjesa e dosjes që është publikuar që kishte tentuar ta rekrutonin, me iku nga mendja dhe emri i dosjes si kishin vendosur flutura në Këto janë këto pallavra, këto janë pallavrat të neve shqiptarë. Këto janë pallavrat shqiptarë. E kupton çka është fjala pallavër? Po. Jo. Pallavra shqiptarësh që flasin për një njeri shumë të zotin, për inate politike,
për një njeri që ka bërë shumë për Kosovën, për një njeri që ka qenë në përfaqësues në zyrën e Demaçit. Ka qenë aparat i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shërimtare të Kosovës në mes të Prishtinës. Po edhe Demaçi ka thënë vetë që edhe në Burg ai ka deklaruar që kam qenë sekretari i tij. Ne pata fatin që t'jem edhe bashk me të, fatin e keq, që t'jemi bashk në një, jo në një qeli, por në një dhomë burgu, në një korridor. Me Kurtin. Po, ta njoh edhe më mirë me që Albin Kurtin e njoh shumë herët si një student, si një djalë intelektual, si një djalë shumë i mirë që rrallë kanë pasur të mi. Ne e kemi zakon me folë bla 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 për ata kundërshtarët tonë politik, për të mos dalë prej temës të Albini ishim. Në mundësitë e veta, Albin Kurti ka bërë shumë për vendin, Albin Kurti e çliroi nga bandat kriminale Mitrovicën në veri atje. Albin Kurti ka punu shumë njeriu, por mjeresht opozita, një pjesë e tyre për t'i mbrojtur si të them paftërsitë e tyre e sulmojnë vazhdueshëm Albin Kurtin dhe dojnë që me çdo kusht ta heqin nga qeveria e Republikës Kosovë, nga kryeministri e tij. Kjo është ajo që Po Zeneli, ju më thatë që keni qenë, thoj se një korridor me Kurtin kur kanë qenë të arrestuar. Vetëm një dhomë në ka ndonë, kam qenë në dhomën 16, ai ka qenë në dhomën 17, por imi pa për çdo ditë 3 herë, 5 herë në ditë. Po, ka qenë to tentativat e Beogradit atëherë që për çdo të arrestuar të tentonin ta bënin bashkëpunëtor, pastaj nëse ja dilnin apo s'ja dilnin, kjo është anë tjetër? Nuk e di, këto çka i flasin këta ish spiojt e UDB-s, këto janë të pabesueshme. Sepse edhe unë kam qenë një burgosur, kam qenë një faktor, kam qenë nishi me Zahirin, dhe të thotë ai ishim sekondat e parë, dhe të thotë isha formu si grupit të parë me Zahirin, me që nifesha nga vitet e rinis, nga vitet 7-8 tutje. Për vete them, te unë nuk kanë të tentu që të më shantazhojnë, apo të më bojnë njëri të tyre, apo asnjëherë. Nuk më kanë ofruar bashkëpunim. Po, çfarë mendoni për... Po, më thoni. Nuk më kanë ofruar bashkëpunim. As privilegje, as bashkëpunim. Njësoj ka ndodhur të burgosurit të tjerë, flas për vitet 1997-2000, kjo perioda e luftës që ishte, nuk e besoj se do të del një i burgosur shqiptar i cili ka qenë në përburgjet serbe që do të na thotë se mua më ka ofruar bashkëpunim Serbia. Këta janë pallavrat shqiptarëve. Zoti Zeneli, tek Adem Demaçi ju keni dëgjuar deklaratën e tij që thotë është e vërtetë që Kurti tha në gjyq që kam qenë sekretari i Demaçit, pra e pranoi, por tha edhe pjesën tjetër që në burg është mbajtur mirë. Çfarë kanë nënkuptuar me këtë ai, se ju pasi qenë gjitur në një qelim me të? Në burg është mbajtur mirë se ka duru torturat njerëzore që i kanë bënë ndaj Albin Kurtit. Kur Albin Kurtin e kanë sjell nga Pozharevci në burgun tonë në Niš, ku ishim ne, vështirë mund të rrinte në këmbë nëse se ndihmonte dikush. Aq ne themi këto në Kosovë të llomitur të bëm llëm.
Unë mund të deklaroj ndryshe, mund të tham, jo, Albinin me privilegje, Albini kështu, jo, këto nuk janë të vërteta. Albin Kurtin, kur e kanë sjellë të ne në nish, dasht me ndihmu dikush për me qëndru në këmbë ose për me shku të shtrati. Që unë me plot përgjithësi edhe më këtë, sepse nuk janë vetëm unë, po kanë qenë edhe qindra të burgosur tjerë që ishim në një korridor. Mbani mend në bisedë atëherë me Kurtin? Si? Mbani mend, kujtoni ndonjë bisedë që keni bërë atëherë me Kurtin? Keni bërë ndonjë bisedë? Biseda politike, çka po bëhet me shtetin, ishte një falde. Gaduani, po pi doan shumë. Nga biseda politike, do të lirohemi shpejt, shteti jonë ka me përparu, do ta bëjmë Shqipërinë e madhe, këta ishin fjalët e Albin Kurtit. Unë për vete, jo pse unë kam shok burgu edhe shok nashta edhe të mund të them trinis, po Albinin e duh shumë se është shumë i vendost. Bilem, unë për ju tham shokëve të mi kënë, kjo është një traktor që hecë vetëm për para, nuk i punon rikëferci. Nuk kanë ndjerë. Nuk i punon. Shko rikëferci, Albini shkon me shtrejtë. Zotë të rikësyer tek ajo, tek rast, tek fati i babait Shehollit. Si ka ndodhur atëherë, si ju keni informacion? Apo që dje isha edhe në një intervistë në TV1 për këtë çka po pyet edhe ti. Përbes nuk ndoshta nuk do të kisha bo kaq publike, por shis ka ndodhi. Ndodhi që Fatmir Sheholli me disa ish politikan të rangut lart dhe po them në biseda me disa nga komandantët që nuk po përmeni emrat pasi që nuk e di me cilin, por këtë po e them se e kam dëgjune për restorantet e Fush Kosovës, duke biseduar njerëzit mes vete, kërkoj që baboi i tij të shpallet dëshmor nga një tradhtor të shpallet dëshmor. Dhe kjo më ka bo shumë, më ka nxit që t'i kundërvijem Fatmir Shehollit edhe atyre që rrinë me Fatmir Shehollit. Në një debat, derisa isha unë me Viber, ndërsa ai ishte në studio me një djalë tjetër, me një agem votin, Fatmir Sheholli o drejtu aq bindshëm dhe mu drejtu personalisht në tha ti do ta shikosh ti kur të dalin nga burgu Hashem tha që edhe Kadri Veseli ki me pati çka ka me të gjetë ty. Mu drejtu mu. Pra, të kërcënojnë emrat e tyre. Po, edhe tani me pyeti moderatori se për këtë rastin e babait të tij dhe ja thash në sy sepse Fatmir Sheholli tha babain tim e kanë vrarë bandat kriminalit Miloševićit shqip folse në lap. Në bashkëpunim me UDB-n e kanë vrarë babain tim. Do të thotë Zahir Pajazitin, Hasan Zenelin, luftëtar e të tjerë i bandi i njollosi dhe tha se këto ishin banda kriminale të Miloševićit dhe UDB-s. Prandaj unë i tregova se ne nuk jemi banda, ne kemi qenë luftëtar, luftës guerile, ne kemi qenë ata që kemi formuar dhe ushtrinë shërimtare, pra ishin babai dhe mama i ushtrisë shërimtare. Për të formuar ushtrinë shërimtare është dashur të pastrohet terreni nëpër Kosovë
edhe baboi juaj ka qenë pengeshe, jona ka qenë njeriu udhëbës, ka qenë si të them, janë distancuar 42 antarët familjes Sheholli dhe grupet tona guerile kanë bërë ekzekutimin e tij. Kujtoni në detaj tek mënyra tek ekzekutimi? Keni diskutuar me? Çfarë kujtoni tek ekzekutimi i tij? Kujtoj se në kabinën e improvizuar telefonike e cila gjendet tek spitali në qendra QKUK në Prishtinë, nga të bashkëmishëm me Zahirin i ka raportuar dikujt Zahiri që ta merr përgjegjësinë për eliminimin e Malit Shehollit dhe të një ish pylltarit për të dytë ekziston edhe komunikata e paraj numër 278, komunikata të cilën Ushtria Shërimtare e Kosovës e merr përgjegjësinë për eliminimin fizik të tyre. Zoti Zaneri, t'ju pyes edhe për një tjetër detaj ndosje mjaft i rëndësishëm për skenarin që kishin përgatitur serbët nëpërmjet islamit politik për ta bërë Kosovën si Kandahar, theksonte edhe Sheholli. Një rrezik real e cilësoni apo jo atë që po ndodh me këtë? Po si jo. Unë disa herë në shoqëri edhe në takime të ndryshme e kam diskutuar këtë çka tash po bisedojmë, çka ekziston në dosjen e Fatmir Shehollit. Nuk ka mujt, s'ka pas mundësi me arrit fal intervenimit të shpejt dhe burgosis së tij. Mirë, po tash çka? Tash është ka për detyrë edhe Shërbimi Informativ i Kosovës, edhe Policia e Kosovës që ta ndjekin hap pas hapi rrjetin me të cilin ka kontaktuar vazhdueshëm Fatmir Sheholli. Pra, ai është në burg, por tentakulat janë për jashtë. Si? Ai është në burg, por tentakulat dhe bashkëpunëtorët janë jashtë. Bashkëpunëtorët e tij të ndiqen secili ai i cili ka bërë selfie foto me Fatmir Shehollin, dhe ata që nuk kanë foto, por kanë këmbyer numra telefonit me vetit. Edhe kemi me orë deri te një zbulim i madh që do të tronditemi për këtë çka e the Kandaharin e Kosovës. Asnjëherë nuk kanë qenë më të përçarë në asnjë periudhë, nuk e mon me njerëzimi sa janë përçarë katolikë dhe musliman dhe të tjerë në Kosovë. Ke fjalën për këtë të Deçanit, të Vizjen e tjera e tjera? Sigurisht. Këto janë përçarje që vendin e kthejnë, siç ka thonë edhe aty në ndosje në një Kandahar. Kush është tek zbulimi i madh që ju thoni që do të tronditemi? Çfarë prisni tjetër që mund të dalë? Po mund të dalë se janë shpërndarë për njerëz me të cilët ka bisedu Fatmir Sheholli, ka ndajt, në për ata njerëz, nëse jo nëpërmes Fatmir Shehollit janë shpërndarë nga njerëz të tjerë me miliona, ndoshta euro, me miliona dinar, apo po flasë, ndoshta nuk është mirë me folë, sepse nuk kam
nuk e kam një argument të fuqishëm, por supozoj se kjo ka më ndodhë sepse ky shumë i ka qas njerëzit, i ka lidhur mes vetit, do me thonë njerëzit nga Kosova me emrin Hasan, Imer, jo Bardhël, po Hasan, Imer, Idriz, i ka qas me UDB-n në Beograd, i ka njoftuar dhe tash këta emra kanë shku atje dhe janë financuar nga Beogradi për me bo përçarje në fetare në Kosovë. Pra këtu është faqe e zezë, thojmë ne, këtu duhet shumë më u pastru ky vend për më na njoft dikush, për më na respektu dikush, për më na pa dikush me një sy të mirë. Që ka më vështirë kjo lufta tani në paqe? Edhe njerë? Që ka më vështirë lufta tani në paqe, se sa... Tepër vështirë. Tepër vështirë është lufta në paqe. Tepër vështirë. Atëherë kemi pas një armik, paratytës edhe i kemi kry me atë njeri tash o vlla, shumë keq është, shumë situatë keqe është aktualisht në Kosovë. Aq është bo përçarje e madhe në mes të popullit në Kosovë, në përçarje politike, përçarje fetare, sa që s'di ku ka me shku ma. E she rastin tash, kemi rastin e freskët të ndërtimit të xhamis atje në Vushtri. Edhe në Doqje, të kishës e kam fjallën, në Vushtri. Sa zhurma bëhet mos më ndërtu kisha në Vushtri. Ndërsa në Kosovë, në qindra vende në Kosovë janë ndërtu me qindra xhami, që askush një zhurmë nuk e ka bo, pse po ndërtohet gjithë kjo xhami. Dhe më thonë, këto janë ato zhurmat që kanë fillu, që duhet të ndalen, me do e mos duhet të ndalen për ndryshe Kosova ka me marrë fund. Nëse nuk ndalen përçarjet fetare dhe përçarjet politike, nëse nuk jem ne të zot të vetvetes, neve me të vërtet ka mu të meru bota me neve kush ishim ne. Po, t'ju pyes, UÇK-ja ka pas ndonjëherë në shinjestër edhe të birin përveç Tjatit, pra edhe Fatmirin, përveç Maliqit? Po, përbes, por na ka ik sepse nuk, them të drejten, nuk kishim edhe mundësi të lëvizje tonat ishin të kufizume, mundësit tonat televizjes ishin të kufizume, sepse na mungonin mjete, sepse për televizor nga një vend në tjetrin duheshin shumë para, për ta bler një armë sofistikuar ose moderne, si të themi, duheshin shumë para. Krejt na që kemi lëviz me mjetet tona vetanake, dhe kove të fundit gjatë vitit 1995 tutje ka fillu financimi jo në përmes shoqatave nga jashtë, që nuk po du t'i përmendi. Një tro themi ne kemi fillu mu këtjel në vitin 1996 tutje, dhe prap nuk kishim mjetet të nevojshme sa u duheshin për ne për ta ndjekur një person. Zotë Hasan, po në media, mendoni që ka të tjerë përveç Shehollit që janë të përlyer deri në këtë mas? Unë mendoj se Sheholli do t'i publikon tash. Do i nxjerrë? Do i nxjerrë shokëve. Po shokët mund t'i nxjerrë me pa urdhër të Beogradit? Me urdhër të Beogradit, nëpërmes Fatmir Shehollit, nëpërmes edhe disa 2 apo 3 të tjerëve të cilëve ende po i jepet hapësirë nëpër ekranet televizive. Ju i keni këto emra?
Këtë nuhatje, këtë indicje. Po i kemi këto emra edhe vazhdueshëm unë personalisht i monitoroj, dhe pse nuk jam organ ndjekës, por bashkëpunoj me organet ndjekëse për raste specifike. Si çdo shqiptar tjetër, edhe unë për raste specifike, siç është rasti i Fatmir Shehollit, e disa të tjerëve, të cilëve aktualisht nuk po përmeni emrat për shkak të konspiracionit, por kjo do të merr fund brenda këtij viti, do të ka edhe arrestime tjera që Serbia do të tronditet, se si pat mundësi ajo përgatitje e Serbisë, ajo gjithaj financim me ra poshtë. Domethënë kemi me hodh poshtë ato financime që ai ka bërë deri tash, ato që përmend Kandarin Kosovës, ato kanë me ra. Fal Zotit, suqelësisë së Ministrisë Punëve të Brendshme të Republikës Kosovës edhe AKI-s, me gjithë gabimet që i ka vënë AKI-ja, që i besoj, dhe në duart e tij lëshoi 637.000 euro, dhe me ato para Fatmir Sheholli bleu njerëz. Nuk i çoi familjes vet buk sa duhet, por bleu njerëz. E di që familja e tij jetojnë në probleme. Pra, i keni akoma aty në lagje familjen e tij. Po, e di se familja e tij jetojnë me stres, me probleme shëndetësore, me varfëri, jo të skajshme, por në varfëri. E di se nusja e tij nuk njihet mirë, ditë edhe për ditë është duke u shkatërru. Di se disa herë nusja e tij ka tërhekur vërejtjen që mos të hynë fellutave, por themi ne, por si duket nuk e ka përfil. Tani gruaja e tij, nusja e tij vuan gjë që më vjen keq. Unë mendoj vetëm pozitivisht, nuk mendoj negativisht, por mendoj edhe pozitivisht shumë, sepse nusja e tij është fare e pafajshme, djali i tij është fare i pafajshëm, vajza e tij është fare e pafajshme, prej një babit keq. Edhe një pyetje të fundit kam, nderuar komandant. Çfarë mendimi keni për vendimin e 16 shtatorit? Çfarë prisni ju për te dëshirës? Pra, jo dëshira, por çfarë prisni? Është e vështirë të përgjigjem. Nuk kam përgjigje për këtë pyetje. Po, është e rëndë fare. I friksoheni me të keqes? Shumë. Jo pak, po i friksohem shumë. Kam atë brenda kam. Nëse asim të thoqin se kam pas shok, nëse Kadri Veselin se kam pas shok, kam pas Recep Selimin, që më kallat zemra për Recepin. 10-shin, po. Mushkrit mbrana më kallën për të. Ajo është aty. Jemi ku jemi tash, janë ku janë tash. Presim verdiktin, presim gjykatën çka po vendos. Them thjesht mos u dënofshin, por zar. Për të katërt e shikoni se është vështirë? Gjithsesi. Derisa për 2 apo 3 vepra, komandanti Sali Mustafa
ashtu me pseudonimin Cali, dënohet 26 vjet. Llogarit tani sa vepra ngarkohen hashimit të Kadrisë atje. Mbi 400 dëshmitar, pavarësisht ata janë dëshmitar të rrem, apo a janë të vërtet, ata janë numër, janë 400. Po, por edhe kjo dosje e fundit që u zbulua nga Sheholli, pra ndoshta edhe për gjyqtarët, nuk e di, mund të dha, njëri prej tyre ka punuar në Kosovë dhe e di realitetin. Ai amerikani në mos gaboj, gjyqtari, një nga 3 gjyqtarët. Pra, çfarë ka bërë Serbia për ta furnizuar me prova? Nuk ndëgjova mirë. Po, e kisha fjalën që një nga 3 gjyqtarët që do marrë vendimin, ka punuar në Kosovë me Euleksin. Edhe e njeh pak a shumë realitetin aty. Edhe furnizimin nga Serbia me materiale, me dosje për 4 e madhe. Dhorë zoti, jo me 16-in, po nesër o rroht që koni edhe ordhshin djemt këtu. E ndryshon kjo historinë e Kosovës dhe TUÇK-s çfarë? Jo. Nuk e ndryshoj historinë e Kosovës Sali Mustafa, dënimi i tij. As se ndryshoj historinë e Kosovës dënimi atij tjetër, ai Pjetër Shale. Nuk ndryshon kur gjë, ndryshon diçka që neve na lën me një breng të madhe, edhe on të drejtën unë kam qenë kundër votimit kësaj gjykate, unë kam qenë ma i zhurmshëm, ndoshta në jashtë strukturave shtetërore, që jashtë vdin. Dhe s'kemi mujt me arrit me bo diçka, sepse ka qenë kjo kërkesë e dikuj tjetër, kjo gjykatë të bëhet. Me qef nuk e kish bo as Hashim Thaçi, as sikur njëjtë sikur se unë, as me qef kjo nuk është bo, kjo është bo me dhënë shumë, por çka, nuk e kisha nënshkru, si që e ka nënshkru Hashim Thaçi, kësha thonë, jo, unë nuk kam dorë me nënshkru një diçka të tillë. Se di, është problem shumë, se shumë ka dëshmitarë edhe na ma tepër jem të bo zhurëm në favor të gjykatës speciale, se sa në favor të atyre që janë brenda. Ata brenda thojnë që ne nuk jemi krerë të UÇK-s. Ne i bëjmë drejtues komandant. Ndërsa ne i trajtojmë, këta janë krerë të UÇK-s, dalim në përsheshe, dalim demonstrojmë, këto janë këtë pa kuptimta me këto gjona. Njeriu nuk mund e ban lirimin e tyne dhe këtë Kosova le të qohet tash në këmbë dhe thot, ne po vdesim të gjithë, e shpërbëjmë gjykatën speciale, nuk mundet, nuk bëhet ajo. Është marrë një vendim që ai vendim ka me u realizu, ka me u zbatu, ka me u vendos. Pavarësisht ta na pëlqen neve apo jo. Ata nuk mujmë na me zhbo, e as presidenti Donald Trump nuk mundet me shpërbo gjykatën speciale, hiç. Por, dyqysh sikur neve ose nuk po kuptojmë, ose po kuptojmë, po s'podojmë me pranu. Edhe njerë, gjykatën speciale e kanë formu, gjykata speciale ka për ta dhënë një vlerësim të vetin në fund, ka me dalë me një vendim, na pëlqej neve apo jo, ajo del.
Ajo e rrofë që kanin. E tash, çdo lëvizje e jona në përkrahje të tyre, të teprume, në thojza, është dëm për ata që qëndrojnë brenda atje. Edhe njerë po e përsëris. Ata thojnë, ne nuk jemi krerë të UÇK-s, natyrisht se ajo është mbrojtje e tyre, por edhe ne do të duhet të heshtim, nuk do të thëshim ne në për parullat të ndryshme, në për demonstrimet ndryshme, protestat ndryshme, këta janë krerë të UÇK-s, lironi krerë të UÇK-s. Ne po i tregojmë gjykatës speciale që këta njerëz vërtet janë krerë të UÇK-s. Kjo është ajo që di. Unë lutem bëhet mirë, kaq. Zoti Zaneli, unë falenderoj shumë për bisedën. Për mua ishte kënaqësi që zhvilluam të bashkëbisedim. Të jam i njohës shumë edhe në emër të gjithë shikuesve dhe publikut ton për çështjet që trajtuam, për rrethimin tuaj, për historinë, një histori e gjallë, për gjithçka të jam i njohës. Faleminderit shumë që më ke bo ftesën, më ke telefonu. Shpresoj që herën tjetër të flasim për raportet me Shqipërinë, si të UÇK-s, si tani, se nuk e prekëm këtë radhë, por edhe stërvitjet e Zairit në Shqipëri edhe gjithçka tjetër. Trajtojmë gjithçka tjetër, kam plot për të thënë. Aq më tepër që dhe Ali Ahmeti hapi ca gjëra kohët e fundit që edhe komandanti legjendar Kam plot për të thënë për Shqipërinë nëmë. Për një numër konsiderueshëm të prorëve të ushtrisë shqiptare atje. Për lëvizjet e mia me Zahirin në për Shqipëri, për njohjen me prorët, për bisedat që kemi bë, për e tjera. Kam shumë që ndoshta vështirë do t'i tërheqte një vagon treni. Të falenderoj shumë, të jam shumë i njohës. Edhe ne juve falenderoj shumë, përshëndetet gjithë Shqipërisë tonë.